Kisha dosh një ditë edhe unë vetë si gazetare jotja, si kolege jotja, ty cilat temat pëlqejnë më shumë ti, cilat i trajton me më shumë ti knatësi në familja jonë? Le që i trajtoj me shumë knatësi këtë tema, po lexoj aq shumë bubulin një ose 2 ditë para emisionit, sa që shpesh ja nisi me mendu që me mftu dikush me fol për qatë pjesë shëndetit, jam eksperte se e bëj me shumë dashni janë temat e fëmijëve. Domethënë e dashuroj çdo temë informative që ka të bëjë me rritjen e fëmijëve, me mirëqenien e tyre, me shëndetin e tyre, me shëndetin mendor, çdo gjë që ka të bëjë me fëmijët, unë shkrihem edhe jam pikrisht zero profesionale, ta them, thojza, nuk e luj rolin e moderatores, e luj thjesht rolin e nanës, edhe i bëj krejt pyetjet e mundshme që një nanë ose një bab mundet me i ban karshi një pediatër ose psikologut fëmijëve ose ku ta diun, sepse janë temat cilat nevojiten edhe në jetën private dhe i bëj me shumë dashni.